Deklarata mbështetet në dy premisa, marrëveshjen e Ohrit dhe kushtetuta, të dyja janë paradoksale me interesin publik të shqiptarëve, dhe koncepti barazi është koncept socialist, koncepti vjetër. Po të analizoni platformat politike të partive politike slave, po edhe sërbe, edhe maqedone, atë qëllimi i tyre është që privilegji i sistemit, i shtetit, të shkoj deri në banorin e fundit të tyre, do me thonë. Në qoftë se, do thotë, ideja e platformave politike maqedone është që privilegji i sistemit që derivohet nga shteti i Maqedonisë të preket edhe nga qytetari Maqedonas që jeton në Vallandov. Ndërsa ne merremi me barazi, ato merren me privilegje. Do thotë në start gabim. Gabimi i dytë është marrëveshja e Ohrit dhe kushtetuta. Çfarë duhet bërë, po mi përmend, gabim, çfarë duhet bërë ndryshe, me që nuk keni nënshkruesi deklaratës? Jo, ne gjithsesi nuk kemi nënshkruesi kësaj deklarate për tre arsye. E para, nuk dëshim që të japim alibi VMRO-s që të kalkuloj politikisht në kampin politik maqedon në emër të premisës antishqiptare. Do thotë, nënshkruesit e deklaratës thjesht vetëm kanë shërbejt që VMRO-s të japin ushqim politik që të kalkuloj politikisht në kampin politik maqedon. Ato non-stop folin për Tiranska platforma, që edhe pse unë nuk jam nënshkruesi asaj deklaratës, po më lodh veshin kur e dëgjoj shpesh Tiranska platforma dhe me tallje e thojnë atë shprehje. Do thotë, nuk ka prodhu diçka ajo deklaratë. Çka ka prodhu? Cilin efekt? Efekti vetëm që ka prodhu deklarata është protestat antideklarat të simpatizuesve të VMRO-s dhe sjelljen deri në fund antishqiptare të deputetëve të VMRO-s në parlament. Ndërsa në anën tjetër LSDM mbat në argumentin e krimit për replika.